Mirë mbrëma, rizgjimi. Pse njerëzimi duhet të rizgjohet? Pse thuhet që pjesë e madhe e njerëzimit flen në një gjumë letargjik? Dhe pse pikërisht në këtë periudhë pretendohet, pothuajse nga pjesa dërmuese e këtyre teorive New Age, që njerëzimi duhet të zgjohet sepse s'ka më kohë. E keni dëgjuar këtë fjalë, s'ka më kohë? Tani do t'ju flas për një nga argumentat më inovativ ose më mirë i fundit. Një nga argumentet që le të themi që prek edhe këto diskutime që bëjmë ne këtu për ditë, këto informacione. Sepse në çdo anë të botës që kur lindi zhvillimi, pra teknologjia, që nga i moment filloi rizgjimi i njerëzimit. Dhe pyetja më e rëndësishme është pse duhet ky rizgjim? Ndiqeni me kujdes, kush është rastisht nëse nuk e ka bërë ende bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish, dhe faleminderit që jemi për bashkë, sinqerisht faleminderit. Atëherë, duhet të dini që njeriu jetoi në një gjumë letargjik për mijëra vjet. Dhe aty nga vitet 1800, siç e kemi përmendur, u bë rizgjimi i madh. Ç'është e vërteta, ishte bërë pak më përpara, nga vitet 1500, sepse tregohet që çdo gjë evoluon një herë në 500 vjet. Dhe kishte filluar që nga vitet që me Leonardo da Vinci, për gjithë Rinascimento, siç thuhet. Dhe pastaj me kalimin e kohës, kjo duke nxitur mendjen e njeriut, arriti momenti i zhvillimit të madh, pikërisht pra në vitet 1800. Dhe në më pak se 200 vjet, mos themi dhe më pak, por edhe më pak akoma, 100 vjet, u bë një zhvillim kolosal, sepse u zhvillua çdo gjë, duke filluar nga trenat, makinat, avionët, kompjuterat, pastaj telefonët etj. Dhe sot gjendemi pikërisht këtu. Pra, ky është fakti kryesor, fakti një që pse, sepse ky është fakt që ne e shikojmë. Pra, fakti një pse njeriu duhet të rizgjohet. Pra, siç ju thash më përpara, rizgjimi filloi pas viteve 1500, për tu shpallosur nga viti 1800. Dhe sot ne e gëzojmë sot. Tani, ka qenë një moment i zhvillimit kolosal, por ishin vetëm disa, nuk ishin të gjithë, por vetëm disa nga njerëzit, pra që morën këto informacione. Dhe duhet të dini që të gjithë këta, ky është një diskutim, le të themi, më shumë miqësor, se sa për këtë diskutim që po flas tani, sepse në qoftë se pra është më shumë privat, doja ta thosha. Pra privat mes nesh, sepse në qoftë se e keni vënë re, një pjesë prej njerëzve, prej atyre të famshme që bën zhvillimin, morën kontakte nga forma të tjera jete. Pra ishin në një kontakt të vazhdueshëm me dikë. E thonë disa, e kanë thënë publikisht, disa nuk e kanë thënë fare, disa e kanë thënë me superlative dhe disa e kanë shkruar, si për shembull Leonardo da Vinci e ka shkruar. Por ju bëra një shembull të vetëm, por keni një pafundësi. Dhe pse po e them këtë? Sepse jo të gjithë janë kështu. Tani pse një pjesë prej tyre janë të përzgjedhur dhe një pjesë jo? E thjesht, shumë e thjesht. Sepse ata u hapën, me fjalë ata e dëshironin, si çdo gjë që dëshiron kushdo. Nëse ti dëshiron diçka me zell, ajo të vjen. Pra, nëse këta e dëshironin, tani qoftë për mirë, por qoftë edhe për keq, sepse ka dhe nga ata që kanë të rritur djallin ose demonët, dhe u ka ardhur. Pra, varet se çfarë ti kërkon. Dhe një pjesë e madhe prej këtyre, siç thash, këta i kanë kërkuar të bëjnë zhvillimin, pra kanë dashur që t'jenë pjesë e zhvillimit, dhe dikush ose diçka i kanë ndihmuar. Pra një pjesë prej tyre. Kurse masa ka qenë dhe vazhdon të jetë asnjëse. Tani pse duhet të rizgjimi, sepse e përsëris edhe një herë, ky është momenti kryesor që duhet filluar rizgjimi dhe pastaj duhet kultivuar ai. Tani, në disa shkrime antike, duke filluar që nga Vedat, nga indianët, por edhe nga Hopi, nga fisi indian i Amerikës, por njëkohësisht edhe nga fiset afrikane, flitet për një zhvillim psikofizik. Dhe nuk është vetëm fillimi i zhvillimit të trupit, por është fillimi i trurit, sepse nga truri vjen çdo gjë, informacionet vijnë nëpërmjet trurit. Dhe tregojnë që në epokën e artë, sepse
për ata që nuk e din, e fillova nga këtu, sepse kemi bërë një tjetër video ku kemi folur që tani është epoka e artë, që ose e keni parë videon, pra ka filluar që ditët e para pak ditësh, para në datën 21 mars, dhe përfundon, me fjalë përfundon nuk dihet kur, por për shumë vjet, por që ky është fillimi. Dhe njeriu duhet jetë pjesë e evoluimit për dy arsye. E para njerë që nëse dikush, pse i marrim këto informacione, sepse nëse dikush ka nevojë që të jetë pjesë e evoluimit, duhet që ta doj me gjithë shpirt, të hapi mendjen, pra të ketë dëshirën për të bërë pjesë e zhvillimit. Dhe nga ai moment vjen kontakti. Pa dyshim vjen kontakti, në një forum apo në një tjetër, në mënyrë të drejt për drejt apo anasjelltas, sepse informacioni e pa diskutuar që vjen, pra kontakti. Sepse informacioni vjen nga kontakti, idet nuk vjen nga hiçi. E kemi thënë gjithmonë që janë 3 pika kryesore të zhvillimit njeriut, pra është imagjinata, projekti dhe pastaj zbatimi. Por ti nëse nuk e imagjinata, nuk e ku shkon. Pra imagjinata vjen nga një kontakt, të një informacioni. Dhe po thoshe që e para është kjo, që ka disa që dëshirojnë që të jenë pjesë e evoluimit, por një pjesë tjetër që janë masa nuk janë asgjë. Janë thjesht, me fjalë, kush dëshiron që të jetë masa, mund të dëshiroj kur të doj. Unë s'kam dashur kurrë që të jem masa, sepse unë mendoj me mendjen time dhe dëshiroj që të bëj ose të arrijë në objektivin tim. Më mjafton aq sa mundem. Me fjalë, nuk kam nevojë të bëhem miliarder, s'më intereson kjo. Më intereson të jem mirë dhe ta jetoj jetën normale. Tani, ka disa që duan pushtet, duan para, duan çdo gjë. Kjo varet nga shijet personale. Megjithatë, doja të thoshe që në pjesën ndërmuese të njerëzve, ne nuk mund të zgjedhim 1, 2 apo 3. Nuk mund t'i zgjedhësh sepse janë të gjithë njësoj. Mendojnë njësoj, shërbejnë njësoj, kërkojnë njësoj, jetojnë njësoj, pra çdo gjë që e bëjnë në të njëjtën mënyrë, pra nuk kanë një objektiv. Dhe pikërisht këta janë të varfër, nuk janë të pasur, sepse nëse ti je i pasur psikologjikisht, atëherë je edhe i pasur fizikisht. Pra, me pak fjalë në mënyrën materiale po flas, sepse nëse nuk je i zgjuar, nuk mund të bësh i pasur. Nuk janë budallënjt, edhe nëse i lë dikush që i lë pasurinë budallënjve, do e humbasin, me kalimin e kohës e humbasin. Kështu që e para që është e rëndësishme, siç ju thash, është që ka disa që dëshirojnë që të jenë pjesë, kurse ka disa që nuk dëshirojnë të jenë pjesë, por jeni të detyruar, sepse është momenti i evoluimit, është si një tenxhere që kemi thënë që vlon çdo gjë dhe ti je i detyruar që të vlosh së bashku me ta. Nëse ti nuk do të vlosh së bashku me tenxheren, atëherë do të thotë që ti do të hedhë jashtë tenxherea ose do të pjeki aty brenda, sepse nuk je pjesë. Pra duhet secili të ketë një objektiv. Objektivi është të paktën ai programi që ti ke. Nga ai moment ti ke ndryshuar në rreth parë veten tënde, por njëkohësisht ke ndryshuar edhe në rrethanën ose në rrethin ku gjendesh. Pra, sot kam folur 3-4 gjuhë dhe e kam të vështirë tani po e shoh që të lidh fjalët në gjuhën shqipe. Dhe po thoshe që është e vështirë ndonjëherë që të mendosh siç po e thosha tani, por është kaq e thjeshtë që të jesh pjesë, sepse e përsërisht një herë, në radhë parë njëre bën për veten tënde, pastaj edhe për shoqërinë, për familjen, për shoqërinë dhe ndoshta edhe për kombin. Pra, ky është momenti që njeriu duhet të mendoj atë fjalën e famshme cogito ergo sum, që themi gjithmonë. Kështu që pse duhet jetë njeriu në këtë moment në zhvillim, pra pse duhet jetë pjesë e zhvillimit, pikërisht pra për vetveten, pastaj për familjen dhe pastaj për shoqërinë. Ky është thelbi kryesor, megjithatë unë mendoj që siç e kam thënë, është një periudhë tepër delikate dhe vetë natyra do t'i ndaj speciet, ato siç tash më përpara masën dhe ata që i hapin dritaren dijeve ose zhvillimit. Dhe varet se kush me këtë do të zgjedhësh, me një fjalë,
kush nga ju këtë do të zgjedh nga këto të dyja që t'jetë pjesë, t'jesh pjesë e masës apo evoluimit. Pres komentet tuaja. Ju çfarë mendimi keni? Ju përqafoj.